Ndëruar xhamatli, jemi duke fol mbi pasojat dhe të këqijat që vijnë nga gjunahat, mëkatet, shkeljet e vendimeve të Allahut subhanahu wa taala. Ne jemi mësuar në jetën e kësaj bote që kur dikush sjell një vendim, ne e zbatojmë varësisht nga autoriteti që ai e ka. Pra ne respektojmë mësuesin, profesorin, më të lartin, nga se neve shoqëria na ka thonë kjo është mësuesi, duhet ta respektosh. Ne e respektojmë më të madhin, sepse neve nga natyra e lexojmë se dikush është më i madh, është prind, është ma autoritet se ti. Andaj Allahu xhallahu ala me këtë natyrshmëri na ka thirrë me zbatu vendimin e Zotit xhelle xhelalu. Kur bien vendime të mëdha në dunja, njerëzit nuk kanë gjarë pa i respektue. Për çfarë arsye? Sepse ato ruhen me fuqi. Se thonë e ka pru mbretin, e ka pru e qeveria, thonë. S'ki qarë do t'i pa e respektu. Në vendimin bërmenet në karantina për shpia, deshtes rrishme të shpia, po. Për çfarë? Se e kam pru një 4-5 veta vendimin me nejt të shpia. Kitë po përdut me nejt të shpia. Mirë. Çfarë vendimi për neve përbën Allahu xhelle xhelalu? Çfarë vendimi do më dhamë për neve fjala e Zotit? Çfarë vendimi për neve është fjala e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam? A ka më të lartë për muslimanin dhe besimtarin fjala Allahu xhelle xhelalu kur i thot bëje, mos e ban? Si e pranojnë në këtë vendim? Ajo përgjigja që ti e gjen te vetja është pozita çka e kiti te Allahu xhelle xhelalu. Si përgjigjemi në këtë vendimi, që si pozitë kena te Allahu te bareke ve teala. E këti vendimi, po nuk ju përgjigje, ka pasoja. Dhe alayhi salatu wassalam, wa ju'ila adh-dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, Zoti ja ka caktu mukan i vogël dhe i poshtër dhe i lig, si cili del karshi urdhrave të mia. Kush i del Muhammed sa më karshi? Allah e ka shkrujt mukan i vogël. Në surën al-Hujurat, thot Allahu xhelle xhelalu. Do shojë këtë ajet sepse kemi pa këtë fenomen të shumë për njerëzve edhe që i thonë vetes musliman. E ngrit zanin kundër Zotit, e ngrit zanin kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ngrit zanin kundër urdhave të Allahut. Bën tallje, tha Allahu xhelle në Kur'an: "Wala tarfa'u aswatakum fawqa as-sawti an-nabi." O ju musliman, mos zgaboni me ngrit zanin për mizanin e pejgamberit. E diti kur i thue vladit tanë, mos janë ngrit zanin gjyshit, se kja ma i madhë. Mos janë ngrit zanin. Allah i ka dhënë këtë njerëzimit, mos zgaboni me janë ngrit zanin për mi pejgamberin. Pse? Këtë punë huq ja u qoj. A fare që a gjorana, jep zeqata, këtë punë huq që qoj. Vesh me janë ngrit zanin e tonit. A para me në, thot i bën Qayyim el-Jauziyje, mi shku kundër. Vetë zanin ka thonë, mos e ngrit zanin. Fol ka dale, fol qetë, se kjo Resulullah, i dërguri Allahot. Po para me në me i shku kundër, me thonë, kushave ki, si ja marrë fjallën, Zotin arrujt. Kërkom brojtje prej Allahut, që Allahut mos të baje për atyne që ti a qënë zanin Muhammedit alayhi salatu wassalam. Kërkom brojtje prej Allahut, që Allahut mos për të abotit dashën Muhammedit sallam. Ajo maj miri për njerëzve. Sikur që njerëzit a kini pa kur i ka zonë, i ka një 200 metre toke ka sprovu Zotit, do të që këshyre. Këtë kjo e jemja. Po ku këtë kjo që kuponal ka? Këtë kjo thot a jemja, ka me të morë Zotit. Ose ta merë tokën, ose të merë tije jetë toka. Zgjedh, cilën e do? Tokën, atije. Ska ma mirë se me lanë vetë. Si Muhammed a.s. E la vetë tokën, ja dha Allah i këtë tokën. Këtë njërë që kanë më lanë tokë, e kanë obligim me ngu Muhammed a.s. Se? Sa je la për Allah. Allah tha jona toka. Na ja japë na kujdojna. Na ja japë na kujdojna. Gjithashtu për i pasojët e gjunaheve, cila është se gjunahqarit i mirët menja. I mirët menja, i blokohet menja. Thot i bën Qayyim el-Jauziyje, ja po ta jap një shembull. Ja po ta jap një shembull kur njeri ban gjunah. Kur njeri ban gjunah, Allah i e sheh me laçet e shoj, me laçet e shkruj, me leku i vdekjes i ri për mikrije. Prit urdhë për Allahu xhel xelalu. A shmut me lëviz pa urdhët Allah. Apo e ban para këtë universit këtë gjunah.
E din se ajo është ndaluar, e din se ka pasoja, e din se për ta paguhet me xhenem, e din se njeri meqëm nuk ja shkel urdhin më të madhit. Ke që to ku të mledhën bashk, qysh e ban gjunajnë? Me qëfar mene e ban gjunajnë? Apo, andaj tha Abdullah ibn Abbas radiallahu an, tha gjunaqari tutët kur të lëvizë dera, kur ka hi gjali vet, kur ka hi qika vet, do shta edhe maca ka hi a i lëvizë zemra. Allahu e shep për 7 ka qijeve, ki vazhdon gjuna. Andaj mos t'i bojmë gjuna Allahu gjelluala, nëse ne dëshirojmë mu qujtë të meqëm. Andaj shumë për ajeteve si përfundojnë, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadhakkarun. Ndoshta ju me i mbledh një mend. Shiko, shpreja ma adekuate, ma e përshtatshme, por shprejen kuranore la'allakum ta'qilun, cila është mbledh një mend. Mos i ban gjuna Zotit, mos ja shkel vendimin Allahu xhelal. Lut Allahun mos me të korit. Ta lutim Allahun mos me na korit, mos me kesh përdor këtë gjuhë, sepse Allahu xhelal e ka dënimin e madh. Fa inna Allah shadidul iqab, Allah e ka dënimin shumë të madh. E lutim Allahun që Allah të na ruaj prej dënimit tina, ya rabbal alamin. Dhe fundin ton na bëjë fund të mirë.